Kryebashkiaku i Shkodrës po tenton ta mbyllë më shpejt betejën e tij ligjore. Përmes mbrojtjes ligjore, Benet Beci është drejtuar gjykatës me kërkesë për gjykim të shkurtuar, një procedurë që në rast pranimi shmang shqyrtimin e plot gjyqësor dhe mund të sjellë ulje të dënimit nëse shpallet fajtor. Në seancën paraprake të zhvilluar në GKK-os, të pandehurit e tjerë në dosje mes tyre Adela Ruko, Edlira Mitrushi, Jonit Kazani, Yll Kanishku, Premtim Dauti dhe Rudin Gjoni nuk kanë dhënë ende qëndrim për formën e gjykimit. Seanca u shtyp për datën 17 mars për shkak të mungesës së një prej avokatëve mbrojtës. Gentian Rumano, i cili përfaqëson Adelën Ruko, u largua nga salla për një proces tjetër gjyqësor, duke detyruar trupën gjykuese të ndërpresë shqyrtimin. Për këtë arsye, gjykata e gjobiti me 100.000 lekë dhe caktoi një avokate kryesisht për vijimin e mbrojtjes. Sipas burimeve, kjo nuk është hera e parë që mungesa e tij sjell vonesa në proces. Ndërkohë, vetë kryebashkiaku nuk ishte i pranishëm në seancë, duke shënuar mungesën e 4 radhazi në gjykatë. Hetimi ndaj Becit dhe bashkëpandehurve është zhvilluar nga SPAK, e cila i akuzon për shkelje të barazisë në tendera të kryer në bashkëpunim. Sipas prokurorisë, çështja lidhet me një procedurë konsulence të zhvilluar në vitin 2019 nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, me objekt zhvillimi strategjik i sektorit energjetik, me një fond prej rreth 700 milion lekësh, ku pretendohet se është cenuar konkurrenca mes operatorëve ekonomik. Me shtyrjen e radhës, vendimarrja për formën e gjykimit dhe ecurinë e procesit pritet të qartësohet në seancën e mesit të marsit, ku gjykata do të vendosë nëse do të pranojë kërkesën e Becit për gjykim të shkurtuar apo do të kalojë çështjen në gjykim të zakonshëm.